Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte njoftoi 3 iniciativa të reja të mbrojtjes në forumin e industrisë së mbrojtjes të NATO-s në samitin 2 ditor në Ankara. Rutte prezantoi projekte që synojnë zgjerimin e kapaciteteve aleate në transportin ajror, inteligjencë dhe mbikëqyrje. Nisma e parë është një program shumë kombësh modernizimi përqendruar në avionët transportues dhe flotën ajrore. Shumë aleat po njoftojnë zyrtarisht dorëzimin e ardhshëm të avionëve shtesë A330 MRTT. Ky është një hap drejt forcimit të kapaciteteve strategjike të NATO-s për transport ajror dhe furnizim me karburant, theksoi Rutte. Ai gjithashtu njoftoi një projekt të përbashkët prokurimi për avion pa pilot për të përmirësuar kapacitetet e aleancës në inteligjencë. Njoftimi i tretë i Rutte u fokusua në zëvendësimin e flotës së vjetëruar të sistemit të paralajmërimit dhe kontrollit ajror të NATO-s. Aleatët e NATO-s do të blejnë së bashku deri në 10 avion suedez të mbikëqyrjes për të zëvendësuar avionët e vjetëruar të prodhimit amerikan të aleancës. Samiti i NATO-s mbyllet të mërkurën, ndërsa liderët aleat diskutojnë investimet në mbrojtje, mbështetjen ushtarake për Ukrainën dhe përpjekjet për zgjerimin e bazës industriale të mbrojtjes së aleancës.